Partia Demokratike ka cilësuar si një akt puçist antikushtetues deklaratën e sotme të Edi Ramës, i cili njoftoi bllokimin e shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një deklaratë të shpërndarë për mediat, theksohet se vendimi i Ramës synon bllokimin me çdo kusht të drejtësisë, mbrojtjen e Belinda Ballukut dhe krijimin e kushteve për prishjen e provave dhe friksimin e dëshmitarëve. Ky është një akt tjetër tepër i rënd, puçist dhe antikushtetues. Një bllokim me çdo kusht i drejtësisë dhe i vendimeve të saj, një mbrojtje me çdo kusht e bashkëvjedhës së tij, Lubi Ballukut, me 300 apartamente, 2 jahte dhe 14 supermarkete, etj. Është një përpjekje e hapur për t'i krijuar kushte delinkentes Balluku që të prish, fsheh dhe manipuloj çdo provë, si dhe të friksoj, dhunoj apo blej çdo dëshmitar. Partia Demokratike deklaron se kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut nuk ka asnjë lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, pasi vendimi i prokurorisë për arrestimin e Ballukut bazohet në fakte dhe dokumente të dhjedhjeve prej 1.2 miliardë eurosh. Forca kryesore opozitës thekson se Rama po merr edhe pushtetin e parlamentit për shkak se po mbron edhe vjedhjet e tij në këto mega afera. Me këtë akt, puçist dhe antikushtetues Edi Rama jo vetëm bllokon pushtetin gjyqësor, por merr gjithashtu pushtetin e parlamentit, duke asgjësuar de facto këtë institucion, pasi rregulloria dhe kushtetuta e tij në nenin 118 për dhënien e autorizimit për caktimin e masës së sigurimit të arrestit në burg apo në shtëpi për ministrat dhe deputetët, detyron parlamentin dhe këshillin për imunitetin dhe mandatet të shqyrtojë menjëherë kërkesën e prokurorisë dhe ta përfundojë brenda 2 javësh raportin për ta paraqitur si pikë të parë të rendit të ditës në seancën e parë plenare pasardhëse. Me këtë akt, puçist dhe antikushtetues Edi Rama mbron veten e tij dhe vjedhjet e tij prej miliardash në mega aferën e tunelit të Llogaras, aeroportit të Vlorës, Dubait të tij të Durrësit, Akshin, kopshtin privat të familjes së tij, etj. Në deklaratën e Partisë Demokratike u bë thirrje qytetarëve që të ngrihen në këmbë dhe në protestën e së hënës të mbrojnë me guxim dhe vendosmëri ligjin dhe kushtetutën përmes revoltave të fuqishme për të shpëtuar Shqipërinë nga Rama dhe regjimi i tij.